Jam një motër muslimane martuar tash disa vite, por nuk kam fëmijë. Vllavat e grave po thonë që ke të bombe ose ke magji, si më vërtetu kjo edhe si më mbrojt prej magjisë. Ardha e fëmijëve në jetën e kësaj bote është caktimi i Allahut te bareke ve taala. Pra, sikur martesa që është caktimi i Zotit, rizq, edhe fëmijët janë caktimi i Zotit, rizq prej Allahut te bareke ve taala. Mirë po, na nuk do të më nejt tashti dorë kryq, edhe më thonë se ka caktuar Zoti dhe s'po bojmë kurfar pune. Çka? Ata që s'kan fëmijë duhet të trokasin dyert e mjekëve kompetent, në këtë rast ginekologët. Dhe me konsultu me ta, dhe nëse një mjekë, një doktoresh, ginekologë, thëtë se të gjitha analizat e kësaj motrës kanë dalë mirë, dhe të gjitha analizat dëshmojnë se kjo mundet me me shtazon, po kjo nuk po mbetet, atëherë i mbetet saj motrës me shku dikun të ndonjë hoxh, i shquar, i dalluar me devotshmërinë e tij, edhe qasën për kushtimin e tij ndaj rukjes edhe me bë rukje. Edhe vetvetes me i lexua, ose burrin nëse din me të lexu Kur'an, edhe me bë rukje. A ki magjia s'ki, na nuk e dim. Ai që të lexon Kur'an për 3-4 minuta apo për një orë, ai mundet me i ditë shenjat e magjisë. Sepse hoxhallarët që merren me rukje besoj që i din shenjat e magjisë, i din shenjat e mësyshit, i din shenjat e ngacmimit të gjinëve, e xhelozisë e kështu me radhë. Kanë thonë gratë, kanë thonë plakat, kanë thonë kështu nuk i kem në fenë. As që do të me marrë me këto gjona. Ku pe din ato gratë që ka kjeti? Kërkush nuk e din, asë nësmi me ditë. Mirë po, në bazë të reagimeve gjatë leximit Kur'anit, mundet me u vërtetu që ka mundet me pas njeri. Mundet me u vërtetua. Kështu që jo ndishni rrugët e spitale mas pare. Valla në spital atje ginekologja apo ginekologët kanë thonë që këtë në regull, prej anës shëndetësore, atëre shkoni këtë anën tjetër, këtë anën shpirtnore, sepse mundet me pas të shka, ndoshta edhe s'mundet me pas asgjë, po të pakten me hikat me rakun. Edhe me bodo, me lutë Allahun te bareke ve taala, sa ma shumë këtë proces me bo istighfar, me kërku falë Allahut, estagfirullah wa atubu ilej, estagfirullah wa atubu ilej, bile minimumin 100 herë me ngjes, e mbrëmje, edhe ma shumë nëse mundesh. E pastaj mbështetesh Zotit, edhe Zoti e bën ato që është më e mira për juve. Selam alaikum.